E vendosur në zemër të Alpeve shqiptare, Maja e Hekura në Tropoj është një nga destinacionet më breslëndse për dashamirës e turizmit malor dhe ata të aventurës, por edhe nga më sfidueset. E mbuluar nga bora, këtë janar, Maja e Hekurave ka një pamje spektakulare, duke ofruar një përvojë unike për alpinistët, por edhe për adhuruesit e maleve që shohin pamjet e përcjella prej tyre. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga Maja e Hekurave, ku kanë kapur majën një grup alpinistësh e ku njeriu nuk mund të mos mendoj se si ja kanë dalë deri atje lart. Flamuri shqiptar nuk mund të mungonte as në majën e Hekurave, si për çdo arritje tjetër ku simboli kombëtar tregon krenari. Maja e Hekurave ndodhet në Alpet shqiptar në rrethën e Tropojës me lartësi 2561 metra dhe shtrihet në lartësitë e loginës së Valbonës për rreth ruan ende natyrën e paprekur, biodiversitetin e pasur dhe traditat karakteristike të Tropojës. Vizitorët kanë mundësi të kombinojnë aventurën alpine me ecje në shtigje malore, eksplorim të faunës së florës dhe njohje me kulturën dhe traditën shqiptare.